Kreshnik. Ullët para. S'ma the muaj në 2013. Lutem, sot kemi një vendimarrje për shpalljen non grata të Iqbal Berishës, një eksponent sipas ministrit që cënon sigurinë publike të Shqipërisë. Çfarë do të thotë ky veprim? Si do të ndikojmë më tej edhe në Curin apo mund të ketë veprime të tjera që mund të lidhin protestues të tjerë me qarqe të tjera me të cilat janë armiqësore me Shqipërinë? Shiko, Marcela, unë kam një optik shumë të ftohtë dhe paksa sipas Trikos është në mjedisin. Të paanshme në lidhje me këtë çështje, do kem një qasje që të pa thënë, do të thënë deri më sot Po, të ndjekim. Në analizë. Unë kam marrë pjesë që nga protestat e dhjetorit 90 dhe në shumë protesta, dhe mendoj edhe unë ndaj të njëjtin mendim me zotin Karajpur dhe me Shamsiun që kjo është protesta më e madhe, masive. Qoftë dhe nga konfigurimi, qoftë nga masiviteti, por masiviteti është një gjë tjetër dhe unë do kisha dëshiruar që kjo protest mos mbahet vetëm nga masiviteti, që mbas 20 vjetësh të kujtohet vetëm për madhësinë e numrave, sepse mund të ketë protesta edhe sa gjysma e kësaj, po të ketë rezultat. Do të thotë të arrijnë objektivin. Unë uroj që kjo protest të arrijë objektivin. E para. E dyta, kjo protest nisi si një protest për investimin në Zvërnet. Kërkesë e cila në 5 pikat që u drejtuan publikut nuk rezulton më. E treta, unë përveç se kam qenë organizator protestas, jam dhe një besimtar. Unë jam besimtar muslimar, madje jam dhe praktikues. Po ju them që nuk kam lënë xhamitë Shqipërisë dhe të Kosovës pa vizituar, edhe pa bërë ritualet, dhe pa bërë faljet. E njoh pak a shumë edhe komunitetin musliman. Dhe po të themi gjë, qofse ka pasur një vlerë Shqipëria në këto dekada, është toleranca fetare dhe bashkëjetesa mes tyre. Tani pse është shumë e rëndësishme nga kjo histori. Unë qëndroj shumë larg, distancohem nga të dy qëndrimet ekstreme. Qoftë nga ata të cilët thonë po e bën Irani protestën, terroristët e tjerë, qoftë nga ata që thonë s'ka ndikim fare. Tani pse unë kam një qëndrim shumë profesional lidhje me këtë çështje. Po. Kjo histori këtu janë bashkuar. Në fillesën e saj ishte për Zvërnetin, pastaj qej një lëvizje studentësh dhe rinis, ku konsideroi një protest me qytetar të bukur, vajza të bukura, djem simpatik, student, njerëz të veshur bukur, me rroba, me çanta etj, pra ndryshe nga formati, ndërkohë po ndryshon dhe përbërja, po ndryshon dhe përfaqësimi. Ka një kontrast shumë të madh. Dhe në protesta ndryshe nisi dhe ndryshe bitisi. Se? Po pra, e them këtë sepse janë përfshirë shumë rryma. Unë ndaj njëjtin mendim me ata të cilët kërkojnë dorëheqjen e Edi Ramës. Për shkak papunësisë, shpopullimit, emigracionit, bashkohen me diasporën kërkesat e veta. Po unë nuk mund të bashkohem me ata që dalin aty për të protestuar dhe vinë nga Kosova të organizuar, vetëm pse kryeministri i Shqipërisë është takuar me kryeministrin e Izraelit. Dhe po ju them me bindje që e bëjnë për këtë punë. Dhe po ju them me bindje që janë me 10 qindra, madje dhe me mira në ditën në cilën u mbush bulevardi. Dhe ne duhet jemi shumë korrekt në këtë histori. Se duhet jemi shumë korrekt. Sepse ne nuk mund të lejojmë që të vendoset plaka e tolerancës fetare dhe fusim nxitje për konflikte fetare.